Partia Demokratike denoncon aksionin e qeverisë për shëmbjen e ndërtimeve pa leje në liçenin e Farkës, duke e cilësuar si show i radhës. Në një prononcim për mediat, zëdhënësja antikorrupsionit në Partinë Demokratike Genta Vangjeli tha nëse ky aksion do të ishte real, ministrja Koçiu duhet ta kishte nisur punën vetëm pak metra larg zyrës së saj, në qendër të kryeqytetit, aty ku po ngrihen kull pas kulle. Pak ditë më parë, Ministra e Brendshme Albana Koçiu, shoqëruar me nënkryetarin e Bashkisë Tiranë, drejtorin e përgjithshëm Policisë Shtetit, drejtoreshën e IMT, inskenuan një tjetër show publik në liçenin e Farkës për treguar për kushtimin e qeverisë kundër ndërtimeve pa leje. Nëse ky aksion do ishte real, Ministra Koçiu duhet kishte filluar punën e saj vetëm disa metra larg zyrës cilës drejton, pikërisht në qendër të kryeqytetit, aty ku ngrihet kull pas kulle. Le të fillonte me lejet e ndërtimit apo katet pa leje të Tiranas Rock, Book Building, Met Building Tirana, Ice of Tirana, West Residence, Kulla Pyll, Kubi Bllokut, Baun Tower e shumë të tjera. Pa harruar rezidencat luksoze se Tirana Festival City, Square 21, Fiori di Bosco, Tirana Splendor e 10 projekte të tjera gjigande që kanë rrethuar kryeqytetin me beton dhe parat pista. Projekti i Ramës për të mbushur Tiranën me kulla shumë kaçe është quajtur nga vetë ai si vizioni evropian. Ndërkohë që për qytetarët e thjeshtë ai është kthyer në një lavatriçe gjigande e pastrimit të parave. Ndërsa deri në vitin 2018 sheshi qendror i Tiranës ishte i mbyllur për shkak të vlerave historike, vetëm pas ndryshimeve të bëra nga qeveria, kufiri i mbrojtjes u zhduk dhe kulla të reja nisën të ngrihen njëra pas tjetrës. Sot, 1 metër katror në këto godina shkon deri në 5.000 euro, një çmim sigurisht i papërballueshëm për banorët e thjeshtë, të cilët nuk kanë vend në to. Prandaj, shumica e tyre janë bosh. Tregues i qartë i pastrimit parave që po ndodh në sy të të gjithëve. Kujtojmë se në 7 vitet e fundit në Tiranë janë dhënë leje ndërtimi për rreth 12 milion metër katror sipërfaqe banime komerciale, një pjesë e madhe e cilave në qendër të qytetit, ndërsa asnjë aksion i qeverisë nuk guxon t'i afrohet kullave. Arsyeja është e thjeshtë, pas tyre qëndron vetë Edi Rama. Prandaj, Partia Demokratike i kërkon SPAK-u të hetojë me urgjencë lejet e ndërtimit të dhëna dhe zbatimin e punimeve në respekt të tyre. Burimin e fondeve dhe skemat e pastrimit parave që fshihen pas këtyre projekteve. Lidhjet midis ndërtuesve dhe funksionarëve të lartë shtetëror. Këto ndërtime janë kthyer në simbol të korrupsionit dhe pastrimit parave në Shqipëri, duke u bërë pjesë e raporteve ndërkombëtare dhe të jehonës negative në mbar mediat botërore.